Pse u gazë muslimanë që pa falen? Nuk I bjen me top, ordi agjerojë Allah dash, që e du bomër, me e tremë atë me e fut vrapit ai. Do isha me ditë, mi që kam hym xhami, po për çka kam hy? Agjerimi o gjithë Allah, se ne agjerim për Allah, nuk na shef për kush. Unë haj bukë të në disëm shefare. Da një hipokrizinë, po thejmë që unë kam një bibliotekë për 4.000 libra. Islami I tillë është, Islami është bashkësi, nuk është problemi konkurrencës, sa është problemi bindjes dhe nënështërimit. I rregullave që ka bërë Allah, që ka caktuar Allah nëpërmjet profetit sallallahu alaihi wasallam. Shumë veta nuk e kuptojnë Allah. Folën një, çfarë dohet mo, musliman dashim mo. Pse folë shumë po të. O kokë ignorante, pse folë shumë në atë formë? Thuaj nuk do të dhe. Jo ma jo, se ke rrallës I hajde. Hajde ma hajde. Unë deputeti zonë. Çfarë do të presin shqiptarët nga muaji I shenjtë I Ramazanit? Përveç se gazi lotsjellës që herën dihet disa besimtarë tek xhamia namazit. Me shuka. Nëse ke lexuar librin e Zaplomit, ajo është më vërtet e kështerë, po ka sa domethënë në plan mëna. Thot një prifka ato. Faktikisht ka qenë shumë zgjuar ato. Me shkollën, jo. E thot që është politika, tha. A di që është politika, tha. Lidhen kafshët e egra dhe I japin një menim. Thot, duhet me hangër s'japin, me e mytë s'japin, tha. Janë gjithë dakord me mytë s'japin, ato kafshë, ujko, I hena, këtë më kafshët e egra. Janë gjithë dakord me mytë s'japin. A ti ku I që të qëshë, tha, ku që hajtë sopër më të mirë, tha. A ti fillojnë zimet, tha. Fillojnë mos marrëveshje, tha. Kush hajtë sofër më të mirë. Shumë e bukur shpreh, shumë e bukur, se unë mledh aforizma, shumë kom ja 200 sa aforizma, nga librat nuk që kom lezu. Janë shumë bukur, aforizma më pëlqej shumë, se janë shumë goditës se ku I thënë. Edhe shu që Ramazani është I shtylli I Islamit, që kemi shahadetin, kena namazin, kena zekatin, që është në Kur'an, po të lexosh e puqë bashkë. Jep zekatin, agjerë Ramazan, jep zekatin. Dhe bësh agjerime dhe haxhi. Ta janë 5 shtyllat e Islamit. Ne I pranojmë dhe mundohemi të zbatojmë. Haxhi më seni nëse ka mundësi njeri me e bërë dhe bëjë, sa më parë nga ana financiare. Kurse Ramazani nëse I shnaqë shumë duhet me agjeru. Unë e pi, shikuj kom paqenë tu, në qak më unë tu. Unë e pi si drejtë qinarë, pas e pi më në Ramazanit. E që se pi. X përqendruar pak të cigare për gjithë ata që kanë të vështirë, thonë nuk e lejnë do. Tralla me gjellë, u kam 70 vjetë që pi donë, 65 vjetë që pi donë. Kush që pas atë vështirë do? Kush e ka atë vështirë do? Shiva, që pati, unë, shep, me paqetë, asë kom hava labile. Ja, njeriu ka vullnet, pse ke vullnet për diçka tjetër ti vëllai, s'ke vullnet me lënë cigarë, jo me lënë, se ke për të pikë thotën, sa të dalin tronë të bicinare. Sho. Problemi e agjerimit më sënë, në rrasë e më vërtet është musliman, dhe një shtyllat Islame, një fen Islame, e ka obligim të agjeroj. E ka, se nuk du dalere jashtë e se unë kom qefje të vinë njëzën Islam dhe jetë I largoj nga Islami, absolutisht. Njëri ju do të vi, orë lajdashon, ti e më, pa jo njëni thotë, usë në bojt jetë, me rrëllë më la, sa gjera më rrëllë, po me falë në vak në maza, e ke muslime e bo, s'ke për të lanë gjao. Hajde falju, ndëmi, qarë I gjoj që se di, pytë. Pytë Allah, së nuk të tërpë, thotë Ibn Abbasin, nëse e di në që në gjasë profetit s.a.s. Ka thonë, 2 vetë nuk përfitojnë më këtë një, I turshën një dhe me në modhi 2, thonë. I turshën shpyt nga turpi, thonë, I me në modhi shpyt nga me në mosia. Për ne që njeri ju do të pyshe, se di. Sa viti keni ka gjërojnë? Allah e ka, 20 vjetë, 20 vjetë, e shumë, ja. Si ka qenë fillimi juaj? Ne unë kom pas fije në shpije, vëllaj, kom pas besimtarë, se baba më kalon vogë, më kalon 5 gjymës, baba. Kom pas fije në shpije,
Thjesht për ta treguar pak për gjitha fillestarët që kanë dëshirë me e nis si fillim mirë me agjërimin, pastaj me Jo, nuk është e thonë ta nis me agjërimin, sepse duke qenë se jemi në këtë muaj mund të jetë si një jo, Islami nuk ka fillim dhe nuk ka mbarim. Sigurisht, thjesht Maro kur besim vetë, ashtu. Ai dashë njeri nuk mund na agjëroj. Nuk I bjet me top, ordi agjëroj Allah dash, që e të bomër, me e tremat e me e fut vrapit e. Ja, nuk I bote shumë. Qatë mire është ka sjellë për ju Ramazani? Mund në Ramazan e din që është muaj I vegat, muaj I devotshmëris, muaj I lutjeve dhe I duave, që kërkoj mirësi nga Allah, sepse çdo shtyllë e Islamit është dikush është e imja, dikush mes me edhe Allahut, kurse Ramazani agjërimi I gjithë Allah, se ne agjërim për hir Allah, nuk na shef për kush. Unë haj bukë të në disëm shefare. Da një hipokrizinë, po them që unë lexoj. Do të them tash folim se do të bëj roman me ju, se I kam botuar ja 4 libra, tash botoj 5 me ju, 2 me ju 2. Problemi është sepse ku kam në Islam. Më thonë janë tha. Sa në tha. Tash shumë xhami, ha. Tash shkoj me fal xhenovat. Ja priti që shoku dem, ti shkoj me fal xhenovat. Ti shka ma dhuru Allah, më rejë, po ti shka dhe, era parë, shu isha besimtar, po besimtar pa praktik, besimtar teori, ja përësish, sepse janë ndilë me bashkë teoria praktika. Dhe unë gjë ditën e 2 të Allah dashë, më sëjmë ditën e 2, më së rrenku shë ditën e 5, po them, unë kam fillu të blej libra të Islamit. Dhe nuk ka ju libër në bibliotekën time, pa I lexu unë. Folë për libra fetar, kurse romane ka ndojë sa dush, pa I lexu unë. Unë kam një bibliotekë për 4.000 libra. Po deshe, po se besut, hajde se bashkëmi intervjisë ke bibliotekë, më zënë. Në I moment të pse jo, e bëjmë dhe këtë. Po, mund vishton, nuk është asë lloj problemi. Edhe kështu që, e hyna në Islam dhe dojsha me ditë, me që kam hym xhami, po për që kam hy? Për që hyra më. Fillohet u falë, më zdi, mësoj quni për para, se quni I për shku për para në gjami, mësoj quni, babe falë shumë, do bështe, do mësë që këtë surë, ti kesh për këtë lajë, mësë surët e shkurda që të falës namaz, e do fillova. Pra kuptoni që ka qenë djali juaj, ai I cili është bërë sebebi që ju të hyni në Islam. Sebebi, ai s'm ka qenë në Islam, po sebebi, më ka qenë Allah, pa të hazamën Allah, nuk... Ai ka qenë shkëndija e parë. Dhe, unë e du fen Islam, e kam frikë Allahun. Selam aleikum. Rahmetullah e berekatuh. Allah e rujt, Allah është përplet, amin. Agjërim plet. Amin. Aleikum salam. Amariu. One, selam aleikum. Aleikum salam. Agjërim plet. Allah troj. Eyvallah. Kapten. Agjërim plet e nero. Mashallah. Allah troj, Allah të përplet. Amin. Ana ty. Selam aleikum ti. Aleikum salam. Si respektim. Da na lesh amane vëqitën. Iga. O thash selam aleikum. Ta ktheva pra që fillim. Agjërim plet e nero. Ne dhe 5 herë pra mund të ty. Qate? 5 herë ja the. Po me dhoj gjash e strakullar. Ma e kapër mirë ti, po ka me dhoj me kapë. Ne, selam aleikum. Aleikum salam. Po mu jo. Po shaka. Mu jo. Edhe ty. Po s'm të jasir 5 herë Edhe dhe. kamera ty me shqive non, mojt I ka punë. Ja, po të dy dobe ishë dhe bërë. Shu. Rinia e sot me ka nevojë për fjalët tuaja dhe eksperiencat tuaja. Puna intervjisat shumë I kam qikë vështira intervjisat, për ne të imë kjo është mua me feje. Mendimin tuaj shqeto. Ja, kjo është shqeto me fjallë puna Islamit. Islami është I bukur, për mua është I bukur. Cili është një mesazh I juaj për gjithë rinin shqiptare? Jo vetëm rinin, por që ta shfrytëzojnë sa më mirë muajin e shenjtë Ramazanit. Rinia shqiptare, tash për musliman më mirë me thonë, se sa për rinia shqiptare. Sepse rinia shqiptare I 1.100.000 në jashtë. Nuk ka më rini këto, këto ka njëllë vetëm pensionistat që puna ime.
Ne shihim punës drejt, vetëm e mora të lek, qeveria thot inshallah vdesë, thot pak të mos harxojmë lekët për këta. Kështu që për musliman të them që nuk ka njeri pa gabime, ai që thot s'gaboj, ka gabu më shumë. Po problemi është i frekuentojnë xhamia dhe ato, jo për musliman, se musliman shkojnë në xhami, i kryejnë të rituale, vetëm ai që është i smun nuk e agjeroj që pi ilaçe. Megjithatë ka detyrimet e veta, do japi haraqin tjetrit, edhe i ka detyrimet. Edhe grejime nuk e agjero, o smun me ilaçe. Shko që unë ja jep, 5 leshin që i tako tjetrit. E përësysh, sepse Islami i tillë është, Islami është bashkësi. Bashkësi. Ne nuk duhet ta shohim veten për shembull musliman me hipokrizina, me thashëtheme, me lloqe, jo, absolutisht fare, sepse Islami njihet me shekuj. Njihet me shekuj dhe ka pas harmoninë mes Islamit dhe u zgjeru shumë. Pse u zgjeru? Në sajt harmonisë, më vërtet luftuan ata, u zgjeru shkoi deri në Kinë, deri në Rusi, deri në mes Afrikës. Islami. Lena Europën që përmlodhi, edhe në mes Afrikës. Pra, deri në Amerikë. Nuk është problemi konkurencës, sa është problemi bindjes dhe nënshtrymit. I rregullave që ka bërë Allah, që ka caktuar Allah nëpërmjet profetit sallallahu alaihi wasallam. Pse? Një musliman, ja, shkon në xhami tash, ai kena 2 gjysha 3 peqere kurosh që ndia. E fale pa, rrjetu lexoj që një orë kuronën, la se s'bit fikët. I orë kuronën me lexu, apo e më gabim vëllai lexu. I orë kuronën lexu. Ose i libër ti ke jetën e profetit sallallahu alaihi wasallam, ke libër sa dush valla, xhamia të çka libër më mët. Ashtu, a dhe çdo. Pa. Edhe kjo është pjesë e karikimit, pjesë e harmonisë me njëri tjetrin, si në musliman. Pa tjetër, ka shumë gjona, kretë më ndryshe shiko, bile unë i kom shiku më ndryshe, më vërtet ku kam hyrë në xhami në fillim, i kom pa më vërtet më ndryshe, bile u thësha, që musliman janë dele. Tash unë nuk më në folë, se pse njerëz pa gabime nuk ka, sidomos në Islam nuk parafushunët kur i thonë kështu me të metat e tuja, të tjetët, Ne dua vetëm eksperiencën tënde, si e ke ndjerë edhe ndryshimin tënd para dhe pas. Unë për vete, shumë mirë, jashtë masë e mirë, nga unë shënetëzore folë të lajdatë, unë s'kam pas flejtër, sepse të gjume, të ndaqë besojnë në shpëse besojte. Ama me Islam aty, duke lezu korone, duke u fare, duke bo dhikër, bo gjitha, o lajdash, harrova të jonët që i kalova. Harrova. Se, është Allah, o e Allah gjithë ma. Shumë veta nuk e kuptojnë, Allah. Folë një, që më dohet mo, Islam, musliman dhe shi mo. Pse folë shumë për të dhe? O kokre ignoranti, pse folë shumë në të formë? Thuj me nuk do të dhe. Se që s'ka të morë njëri mësër, me dhunë, në gjami. Ka shumë jona që duhet edhe metodat pinsa i qikë, sepse ne vujme që nga ignoranca, që është e vërteta, lene stonë të jenë intelektuale, shqiptarë menë që me populli shqiptarë ka qarë rrugën i sërisë me shpanë dore, me nallone ka qarë rrugën i sërisë, jo, vetëm të janë, vetëm gjona falsa, falsifikime, kjo këtë pëtë, ke parasysh, vje e ju hudhë ke xhamia Gazit, që mu të ndonë, që po të bëjë të gjë, që e hudhë Gazit muslimanë, që pa falen, që e hudhë, që e të bote, që të bote, unë i shqipë, unë kom pa ftyra të që i njofë të këta politë civile. Të kokra të rrugaqve. Ma të bëha shumë për të dhe. O popli jotë, Allah. Popli jotë për të dhe. Shovësh, në më të lezuat e për nazizmin aty, kam në qikë të amarej, më sa në fillem me Koranit. Qa bëhet, në Poloni, torturat më të mërshme, vrasjet më të mërshme. Po ishe Gjermoni me Polakun, tu e shqiptar me shqiptar, Pra këta kanë filluar që ta harrojnë pjesën shqiptar me shqiptar. Komplet, është harru, jo kanë fillu.
Jo ma, jo, se ke rallës i hajde. Hajde ma, hajde. Unë deputet i zonës. Deputet në zonë, kandidat për deputet. Në qoftë se këto nuk e ndalojnë të lloj njeriu, ai ka për të shkatruar këtë vend më. Cili njeri? Ai që bën emram ata gjithë.